shikojnë një ritëm kardiak më të saktë. Do të ndërpresim pak se kemi një mik shumë të mirë që hyn dhe del kur do në këtë studio, është Noi, është një katër putrosh shumë i dashur. Tani, kemi patur më parë edhe një qenë në këtë studio, një qenë robot. Tani, unë nuk jam dakord as pak që në një familje të ketë një qenë robot edhe mos jetë një Noi. Çfarë po ndodh në këtë aspekt? Pra duket sikur po e zvendësojmë diçka në mendimin tim me një gjë metalike pas një emocion. Po, pra, më shumë unë shikoj shumë e bukur, nuk mund të zëvendësosh një katër putrosh. Asnjëherë. Fantastik, absolutisht, sepse shiko, inteligjenca artificiale më shumë, domethënë krahas të tjera, që ne përmendëm që është i rëndësishëm, po zhvillohet masivisht edhe në aspektin komercial. Domethënë që t'i japi mesazhe njerëzimit, të japi mesazhe globalisht që shikush po shkojmë ne. Domethënë me anë të teknologjisë ne po arrim të zëvendësojmë njeriu, po arrim të zëvendësojmë qenet e gjalla. Kjo është e vërtetë, po ndodh, ne shikojmë për shembull në rastin bumi maksimal sot i zhvillimit të teknologjisë janë humanoidët, janë robotët prototip të njerëzit, janë robotët prototip. Është emocioni pra Ermand ai i cili nuk zëvendësohet dot nga inteligjenca artificiale.